Ule bazën ta dëgjoj mirë. Është telefon mamaja e Laertit. Mamaja e Laertit, zoj mirë se erdhe në studio. Salsano, po pse s'më thua më? Mirë se ju gjeta. Mamaja e Laertit, a jeni mirë me shëndet? Po e shihni Big Brother? Është mami apo nga aktori portugallist? Unë jam shumë mirë, faleminderit juve. Dhe uroj që dhe ju të jeni po kaq mirë sa unë. Mama e Laertit ne kemi në studio Valbonën, që mund të ishte nusja juaj. Do ta pranohet si nuse Valbonën? Ta përshëndes. Mami Rebeka apo jo? Po. Mami Rebeka, si je? Përshëndetje Bona. O zemër. Është nëjësi shumë e madhe që po flas me ty. Është era e parë. Unë kam përshëndetur shumë shpesh në shtëpinë e Big Brotherit dhe çdo përshëndetje që të ka ardhur nga unë ka qenë e sinqert, e shumë e përzemërt. Megjithëse nuk e do të çunin tënd, nuk e duron dot. Dhe uroj vërtet që ai kapetani im të gjej një kapetane si ti. Sa bukur e the. Bukur e the. Si do doj nusën e Laertit ti mama? Do e doja kapetane. Po kapetane? Kapetane, por që të dëgjoj se çfarë thot kapetani. Po, të dëgjoj patjetër të dëgjoj se thot kapetani. Po mirë, kush nga vajzat e Bigut mund të ishte nusja e Laertit përveç Bonës, po flasim? Asnjë. Përveç Valbonës asnjë tjetër zonjë. Asnjë. Të tëra të pjesta.